Të nderuar vëllezër besimtar, do flasim sot një hutbë duke treguar një ngjarje nga një sahabi i madh, të cilën Allahu e ka nderuar shumë. Është fjala për Ebu Ejub el-Ensariun, dhe thamë se Allah e ka nderuar shumë, ka qenë davetzi i madh dhe besohet se ka vdek në përpjekjet për çlirimin e Istanbulit. E këtë njeri si ndër Allah shumë, përveç se që boni musliman, ja mundsoj që në shtëpinë e këtij sahabiu të nderuar të jetoj Muhamedi a.s. për 7 muaj, derisa u ndërtu xhamia në Medinë. Në këtë drejtim ju mundsua të qëndronte e ta shoqëronte Muhamedin a.s. dhe të mësonte shumë vllazëri. Për më shumë, nëse doni me ditë, lexoni historinë e tina dhe sidomos situatën e Muhamedit a.s. do të shihni se me të vërtet ka qenë sahabi i madh. E ky sahabi po e tregon një ngjarje të rëndësishme. Thot, erdhi një ditë një person dhe po i thot: "O i dërguari i Allahut, më këshilla, mirë po më këshilla shkurt dhe gjithëpërfshirëse, me fjalë tjera, ama i terapi të fortë, më këshilla fort në mënyrë që më bë dobi." E po i thot Muhamedi a.s. këtij personit: "Kur të ngritesh me fal namazin, fale ato sikur të jetë i fundit." Subhanallahu, çfarë këshille. Dhe pastaj po thot: "E mos fol fjalë apo për çështje për të cilat dush me u pendu apo me kërku falje." Edhe treta po thot: "Mos shpreso në atë çfarë njerëzit e posedojnë." Të nderuar vëllezër besimtar, nëse nalëm dhe analizojmë këtë këshill të Muhamedit a.s. e cila është koncize, por shumë gjithëpërfshirëse, do shohim se ka një emërues të përbashkët me menaxhu fillimisht kohën mirë. Zatën e vllazni, Allahu është betu në Kur'an wal asr. Don pasha kohën. E pse është betu Allahu në kohën? Për na tregu se është e rëndësishme. Andaj koha është si shpata dhe sot po e shohim e kem lënë xhumoja parë, e kem lënë një vit mrapa, i cili me të vërtet ka kaluar shpejt, edhe kështu shkon jeta, mirë po menaxhimi i kohës që ka shumë rëndësishëm. Andaj kohën nuk do të më marr si grand pakthim, nuk bën me marr jetën sikurse kena me jetu sot të ekziston ky univers, mirë po tonë di mirë se jemi të kufizuar. Pejgamberi na ka paralajmëruar shumica ummetit të tem jetojnë mes 60-tave 70-tave. Andaj njëri do të më pas parasysh se me menaxhu kohën mirë. Andaj kur është koha për përmirësim, është sot. Jo nesër, se është të garantuar nesër. Sot ka mundësi vllazën besimtar, dikush pe tonëve dashurve me pas ditën e fundit të jetës. Allahu tonëve dha shtymër. Nëse ta sprovojmë ashtu, mirë po ka mundësi me u godit prej, sepse nuk kanë thonë plesht badihova. Edhe pa urtësi se vdekjen e ke mangat se këmishën që bortim trup. Andaj do të me konë të kujdesshëm dhe me menaxhu kohën mirë vllazën besimtar, sidomos në përditshmërinë tonë. Andaj të nderuar vllazën besimtar, pse kështu? Sepse po thot pejgamberi son innamal amalu bil khawatim, sepse veprat kanë më gjyku sipas përfundimit që e kemi ne. Andaj këtë drejtim të nderuar vllazën besimtar, do me pas përfundim të mirë, kujdeso për namazin tënd. Kujdeso që namazet mos me kon i lidhën me dynjan, mos me kon sikurse kish pason ai plako hoj gabove, tha se veç 3 recate i fale. Po ku pe din ti që veç 3 fale kur kush than unë për çdo rekat ka një dyqan e llogariti namazin tim hesapin e ditës. E ku është pastaj këshilla pejgamberit që po pejgamberi fale namazin sikur ai me kon i yti i fundit. Andaj namazi vllazën besimtar, në momentin që ti apo kujton vetes që don sot ka mundësi me kon kjo xhumë e fundit, a reflekton ndryshe apo lund telefon apo kesh me dikën gjatë momentit kur zbret rahmeti i Allahut për neve që na mbledh këtu xhamia për përmend Allahun. A na bjen mend kjo çështje? Nëse ti e ke parasysh që kjo mundësi është xhumoja e fundit dhe ki nevojë që me shkarkulla për gjunohave, sikur që do xhumo, a ka mundësi me kesh atë hutbes, me prek dikën me xiglit, me lumë telefon, apo do me pos afari myte. Andaj pejgamberi son jo rastisht po thot, falni namazin sikurse ai me kon i fundit. Andaj do në momentin që ti ngri durt, Allahu akbar, mbrapa shpinës do të melon dynjan. Me bë xhihad në namaz, me bë xhihad me nefsin tënd, me u koncentru. Njerëzit shumë thonë vallahi thot, s'po moj më fal mirë, nuk po mundam më koncentru. E vërtet se
është një luftë e brendshme, mirë po ka sebepe që ta afrojnë që të status që ti më fal namazin, me një përkushtim shumë më të madh. E një prej tyre vëllezër besimtar është mja kujtu vetes momentin që do të më lidh, na është shkruar namazi jam i fundit, të kënaqesh në ato, të përkushtohen në ato, ti bëj të këna ilhamin që dohet, surën, rukun, sejdën, gjitha këto pse? Për me pas një namaz shumë më cilësor. Andaj këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, se nga ne do të mundohemi që namazin ton ta falim, me përkushtimin maksimal, duke rregulluar rukun, sejdën, qëndrimin, mos me gut leximin, e pastaj me lehen Allah vet e sheh se kemi kon më koncentruar në namaz. Të nderuar vëllezër besimtar, dynjaja na ka lodh mirë, po edhe pse kemi nevojë për to, mos e harroni edhe hisën e ahiretit, sepse ajo është e rëndësishme. Vëllezër besimtar, ne jemi si hoxhallar edhe shpesh i porositem këtë çështje, por dojmë me kallëzu se kjo është me të vërtetë e rëndësishme. Këshilla e dytë që po jep pejgamberi selam është që njeriu mo kujdes kur folë vëllezër besimtar. Mos me kon fjalë të tina të pamenduara, mos me kon pa urtësi. Mirë po, me i mot mirë, sepse njeriu është zotëri i fjalës vet, sa nuk e fol. Momentin që nxjerr jashtë, je rob i fjalës që e ke thonë. Ti je rob i fjalës që e ke thonë. Andaj, nëse nuk don me kon mes fjalëve tua, mos me dal telashe. Kujdeso për fjalët e tua mes njerëzve, e sidomos mos folozën besimtar atë çka s'ka hije. Mos shojo vëllai besimtar, ti i cili me gjuhën tonë përmend fjalët më të mira që ekzistojnë. Fjalët e Allahut, Kur'an përmend me çu çysh jep veti këtë liri që më shoh. Çysh e fli gjuhën në për të cilën ka lënë Kur'ani vëllazën besimtar. Çysh fol fjalë që janë marrë vëllazën besimtar me fol ditën e gjykimit ku del para Allahut e me dal ajo fletore ajo të mbushur me çome ofendimet njerëzve, mirë po ke lexu Kur'an. Andaj momentin që Allahu të ka bëu musliman, dush me ditë se të ka nderuar shumë, edhe ta ka mundsuar që ç't Kur'an ti me shqiptu, me lexu të ka nderuar shumë, andaj mos e përlyj fjalë gjuhën tonë me fjalë të liga, mirë po edhe mos fal fjalë që nuk ka hije. Të nderuar vëllezër besimtar, shumë probleme lindin si pasojë e fjalëve të thona të pamotura. Andaj ti rëndon dikant sot, mirë po ka mundësi që kjo fjalë me ta rëndu keq gjykimin tënë në gjykimit. Andaj, a ka mundësi se na po jem ma shumë të kujdesshëm në rrugë se sa në shtëpi. Të nderuar xhamat, për fat keq, po them, për fat keq realiteti është duke na treguar se ne jemi më të kujdesur jashtë shtëpisë se sa në shtëpi. E gjërsa Muhamedi alayhis salam e ka vlerësu, e ka cilësu njerin më të mirë, ai që sillet mirë me familjen e vet. Andaj këtë kujdesin e përzgjedhjeve të fjalëve, kujdesin se çfarë po themi, e kene më të madh jashtë se sa brenda. Gjithashtu vëllezër besimtar, edhe brenda do të më pas edhe më të madh, sepse është faktor përcaktues, se çfarë çështje ti ke me familjen tënde. Të nderuar vëllezër besimtar, ja thu babës në fjalë, ai vdek mas disa dite, e s'ke mujt me lyp halallin. Tani jetën ke me pas këtë pikë në zemër. Ja ke rëndu nonën, e ke rëndu një kojshi, ose një motër për një fjalë. Pse? Se nuk i ke mat fjalët e tua, nuk ke fol me urtësinë që është kërku prej teje, që na ka mësu pejgamberi se është udhëzim prej Allahut, andaj kjo të bart të njëjtën sa je gjallë. Andaj kujdeso vëlla, kujdeso që fjalori jot të jetë i motër, pleqton edhe kur kanë dash diçka me thonë vllazni. Unë shpesh e them, pleqton kanë pas islam praktik. Nuk janë ata që s'kan pas konflikte, po i kanë bart fjalët me urtësi. Që thojë të na me rrotlla. E jo troç, e jo drejt për drejt, e jo me ofendime. Andaj kjo është ai morali që neve na kërkohet. Me kon të kujdesshëm si po flasim, me një çështje të motor, edhe nëse ka nevojë me kritiku dyqysh, pejgamberi e son prap na mëson. E cila është ai thot pejgamberi se besimtari i fortë është më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët, edhe pse në të dytë ka hajër. E kjo çfarë do të thonë, nëse do me kritiku dikën, spore, nëse ja duke ja përmend një cilësi të mirë. Vallahi jam, unë ty të kam shok që sa kohë, e ki çto punë të mira, çto, veç unë mendoj që kjo punë ty s'ka hije. Ty me shoh vllazën besimtar s'ka hije. Ti me rrejt nuk ka hije. Ti me morr me gibet nuk ka hije. Mirë po, filloja paraprakisht, duja përmend do vepra të mira.
E pastaj të fundit jep një këshill të butë. Çka është morali i pejgamberëve? Çka është morali i muslimanëve? E jo vëllezër besimtar, pa fjalën e parë të pamotër, edhe në mënyrën më të keqe të paketuar, pjagjën fytyrës, edhe pastaj thotë, ja s'ashtu më bo halal. Çfarë më thon vëllezër besimtar? Ti fillimisht ke vepruar në atë formë sikur ai i cili ka lënë mbi një urë të drunit, po ka lënë e koll, që mos mund të kalu kërkosh. E kjo nuk po lypet për neve. Për neve po lypet që fjalët tona vëllezër besimtar me kon të mota dhe me kon me urtësi. Andaj është thonë se fjala nuk peshon rand, po vret si plumi. Andaj kujdes vëllezër besimtar me fjalët e tua, zgjidhe ato dhe mundo që ato të jenë më të zgjedhura, sepse tek e fundit ke marrë përgjegjësi edhe për ato fjalë të cilat i ke thonë. Me kaq që vënë pjesën e parë të yt, duke u falë te Allah, kërkon falë sol fazë më shërus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Po thot pejgamberi sa në këshillën e tretë, mos shpreso në atë çfarë posedojnë njerëzit, mos shpreso tek molli i njerëzve. Andaj këtë drejtim pasunia padyshim se është begati, është mirësi, na rregullon jetën dhe është aset i nevojshëm. Mirë po është përhap xhelozia, hasedi mes njerëzve si pasojë se nuk po mundu me po njërin tjetrin duke shku më shumë se na, duke u ngrit më shumë se na. E kjo vjen si pasojë se po kemi pak të lashëm me kadert Allahut. Po thojmë që besojmë kadert Allahut, mirë po praktikisht kur e testojmë të sheh që on ka pak po çalon. Nuk ndodh asgjë pa kaderin e Allahut. Edhe ai që është nisur me varfëni, edhe atij që Allah ka on begatin pasuni, të na ndodhin me caktimin e Allahut. Të na ndodhin me lejen e Allahut. Andaj nëse Allah dikujt i ka dhënë, ti kom pe xhelozon kaderin e Allahut, e kjo është problem më i madh dhe pastaj po të pengon pse një kujshi jote ka ecë përpara, nuk bën më pas këtë çësje. Dhe nuk bën me u lidh vllazni për më shumë me njerëz, nuk bën me u lidh me të arriturat e tyre, me pasunitë e tyre. Mirë po, do të me u lidh me Allahun. Andaj a bën me pas një ambicie fetarisht? Po, i takon një muslimani vllazni me pas ambicet më të larta të mundshme, po jo me kon ziliçar, jo me kon lakmitar te i tjetri, që ka ecë, se ati Allahu ja ka qel derën, e ka unë suksesin, e ti, mos u merr me robën, dhe mos marr ambicie tek njerëzit, po tek Allahu. Ambicet tona do të me kon vllazën besimtar të lidhura me Allahun. Andaj këtë drejtim e keni po, shumë njerëz janë të lidhën mas ndaj politikanit caktuar, e ketë ymytin e ka që ato, edhe ai vjen zgjedh dhe dështon asnjë punë s'ia kryen. Po sikur ti kishe pas ambicet e tua, ato synimet e tua të lidhura me Allahun, kishe me realizu më mirë se sa që je mashtru mas një njeri. Andaj këtë drejtim të ndërro vllazën besimtar, shembulli ynë, yrneku ynë është Muhamedi alayhis salam. Andaj ai po mëson agjën e tij, Allah ibn Abbasin po thotë, ja gulam, pe këshillon ruaj Allahun kështu po thotë. Fjalë e madhe, po çysh me rujt Allahun, mos i shkel kufit Allahut. Kujdesu që dora jote, koma jote, gjuha jote, mos me kon duke shkel kufit Allahut. Dhe e dyta po thotë, e nëse ke nevojë dikon me lutë Allahun. Andaj çato ambicie që i kemi vëllezër besimtar, ajo që kërkohet prej neve është mos me marr me mallin dhe arriturat e tjetrit, po me ngrit durr të lartë vëllezër besimtar. Ja Rab, te den që nuk kam shtëpi. Ja Rab, te den që nuk kam martu. Ja Rab, te den gojlen teme. Martam, pasunon, shëram, mos u merrni me njerëz vëllezër besimtar, se edhe ata janë pasunu me lejen e Allahut, me ndihmën e Allahut. Andaj nuk ka ndihmë përveç ndihmës së Allahut, dhe besimtari ai që beson Allahun në hakikat i mbështetet Allahut me një tevekul të mjaftueshëm, e ai komi mjaftu me ia kry nevojat e tij. Andaj në këtë drejtim lidhja e shpresës me njerëz është shumë gabim. Me lidh shpresën tonë me njerëz është pe gabim më të mëdha, madje vëllezër besimtar ka mundësi me kon më kat i rënd. Don i thonë shirk në sebepe. Shirk në sebepe. Me thonë te, don shëron mjeku, është gabim. Mirë po, na shëron Allahu. E Allahu ka thënë sebeb mjekun me lejen e tij na mendohet. Andaj ne çfarë i mbështetëm Allahun dhe lutem Allahun që më na dhon suksese në jetën tonë. Andaj kushdo që bie në këto mendime, le ta den se ka Rab i mendimeve të gabuara.
është rab i mendimeve të gabuara dhe shpresa vetme që besimtari duhet me pas është Allahu. Andaj porosia kësaj hutbe është kujdesuni për namazin tuaj. Faleni ata në mënyrën më të mirë me një përkushtim të vazhdueshëm edhe dije se në imani bjen në hyb edhe kështu koncentrimi. Herë fal më mirë, herë më keq, mirë po vazhdo luftën tënde që ta përmirësosh namazin. E dyta, kujdeso me fjalët e tua çapo fol, e sidomos familjen tënde dhe shpresën dhe mbështetjen mbaje vetëm tek Allahu, sepse ai ka për të mjaftuar si kujdestar që është për robërit e tij, është furnizues, është shërues, është ngadhnimtar që e ngadhin pa drejtësinë që është bën ndaj tyre, andaj ai është i mjaftueshëm për ne. Të nderuar vëllezër besimtar, do përmbyllim këtë hutbë me një porosi të shkurtë. Është një kërkesë nga Bashkia Islame e Kosovës, e cila ka kërkuar që të përkrahet Këshilli i Bashkisë Islame në fushë Kosovë për me rregulluar një vakf. Andaj në këtë drejtim në gjitha xhamitë e Kosovës do e shtrojmë dorën e solidaritetit dhe në këtë drejtim do të them vetëm një këshill vogël në mënyrë që të jetë nxitje për mua dhe ju, nuk ka ndodhur një sahabi me vdek përveç se kalon diçka vakf mbrapa tina. Andaj këto oferta që i bëjmë kohë pas kohe janë mundësi që na me kon pjesëmarrës në vakf, nuk kena mundësi me dhoni tokë për xhami vakf, po ki mundësi 1.5 euro, ki mundësi 3 euro, 2 euro, 50 cent, po s'paku, merren hiset vakfit në mënyrë që në ditën e gjykimit kur del para Allahut me pas sevap i cili ka me të mahnit, por vetëm një kusht, bënë për hir të Allahut. Vetëm për hir të Allahut, e pastaj me lejen e Allahut keni më befasu kur të shehni se sa bujar, sa kerim është Zoti ju. Andaj Allah na mëson që me të vërtet të nxitojmë vetë veprave të mira edhe të arrijmë tek kënaqësia e Allahut, sepse ai është shpërblyet shumë.